Kërkesa është bërë nga një avokatët dhe është gjobitur zoti Berisha, pa pasur firmën e tij. Dhe sot vijuam, është gjobitur me 10.000 lekë të reja, sepse ashtu e ka vlerësuar gjykata, ndërkohë që ai nuk është ai firmtari i kërkesës. Dhe ne sot, kjo është procedurale, kjo është një lehtësitje e gjykatës, por çfarë si ka kjo? Ne sot vazhduam, i dham edhe një herë mundësinë kësaj gjykate që të revokonte vendimin për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri që ne kemi ngritur, për ta sjellë këtë proces në shinat ligjore, pra për ta bërë rregull ligjërisht, dhe gjyqtarja përsëri e rrezoi këtë kërkesë. Në moment, kërkimi i dytë i joni ishte ngritëm kërkesën, ose më saktë ne e njoftuam gjykatën që do të bëjmë kërkesë për pavlefshmërinë e gjithë vendimarrjeve të gjyqtares Irena Gjoka, për shkak se ne disponojmë tashmë provën e pakundërshtueshme, vendimin e gjykatës greke për dënimin e saj, çka e bën atë një gjykatë jo të krijuar me ligj, duke mos pasur kushtet e qenies të gjyqtarit. Dhe edhe këtë kërkesë, pavarësisht se ne kërkuam kohë të paktën fizikisht për ta firmosur, për ta shkruar, për ta formalizuar si kërkesë, ajo rrezon pa pasur kërkesën në dorë. Mbi këtë bazë ne kemi kërkuar një përjashtim tjetër me këto shkaqe për këtë gjyqtare dhe për të marrë vendimi në lidhje me përjashtimin e gjyqtares Irena 2. Atëherë neve na u dha koha, është caktuar seanca në datë 19 maj ora 11:30. Shikoni, këtë bëja një pyetje gjykatës, jo mua, sepse kjo është një pyetje brenda meje. Të heqësh masën e sigurimit dhe të rrezosh të gjitha kërkimet në lidhje dhe të thuash që akuza është e formuluar saktë dhe drejt. Pra ti e bindur që akuza është e saktë dhe akuza nuk është e lehtë. Dhe të ndrosh masën e sigurimit, ky është i problem që ka gjykata, nuk e ka kërkimi jonë. Avokat, për qartësinë e publikut, çfarë do të thotë materiali që ju i keni bërë me dije gjykatës, pra një dënim fajësie, vendim penal nga një gjyqtare nga një gjykate huaj, dhe çfarë do të thotë sërish ky fakt për procesin ndaj zotit Berisha? Sepse ne jemi në fazën atëherë edhe një herë, fakti i dënimit të një gjyqtare në bazë të statusit gjyqtarit edhe të magjistratit, bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nuk mund të jetë gjyqtar një gjyqtar i dënuar penalisht.